kur ata e kanë financu dhe e kanë lobu që ushtria çlirimtare e Kosovës një prej do më thonë iniciativave për çlirim në botë të vetme e cila nuk o trajtu si organizatë terroriste, po si do më thonë organizatë çlirimtare për shkak të lobit amerikan. Të lutem, kur flasim për Amerikën, fjala servilizëm nuk guxon me u përmend fare sepse s'ka të bëj me këto. Ka të bëj me një avantazh historik ne si shqiptarë që kemi pas fatin me pas duke na trajtu Amerika si partner të afërt përkundër faktit që jemi shumë të vegjël dhe na duhet ta shfrytëzojmë çka po them unë që duhet ta shfrytëzojmë këtë momentum që sillemi mençur që të sillemi mençur dhe që të shfrytëzojmë besimin që e kena ndërtu ndër vite me shumë mund dhe sakrificë, edhe gjatë lëvizjes paqësore, edhe gjatë luftës çlirimtare, edhe pas luftës. Trumpi është shumë i lidhur me lëvizjen paqësore dhe të luftës në NATO 9, me luftën në Kosovë. Besoj politikat e Amerikës janë të lidhura. Presidenca e Amerikës, do më thonë politika jashtë me Amerikës pa marrë parasysh kush është president, i ndjek vijat e veta karship partnerve strategjik. Na jemi të rrezikun këtë rast. Presidenca Amerikane dhe Kongresi Amerikan sa po të kallëzun çka mendojnë për ty si shqiptar. E organizun tje një prej vendeve më të vogla në botë, më të reja në botë, njëkohësisht që ka ndodhur luftë në Ukrainë që është, domethënë, territori evropian, dhe ata po e bojnë një sesion dëgjimor posaçërisht për shqiptarët. Ky është momentum që ti duhet me Amerikë kena, do të thonë marrëdhënie të mira kena me Amerikën. Amerika i ka marrëdhënie të mirë me shqiptar, njëkohësisht që ka tot shumë qartë, zezë në të bardhë, që ish kryeministri yt nuk është i besueshëm me bisedu për asgjë me Amerikën. Duhesh me pas një kryeministër. Faleminderit shumë, po na po do të më vazhdojnë ndryshe. Domethënë, qytetarët e Republikës Kosovës duhet të jenë shumë të vetëdijshëm, sepse kën e vendos ti përballë Amerikës ta definon të ardhmen tënde. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës, amerikanët po thotë me votu PDK-n dhe LDK-n, a? Jo, absolutisht. Amerikanët janë ka thonë voto kënd të dush, po duhet me qenë qytetëria janë, ta duhet me qenë Ky argumentimi yt vullnet në falë Besa, ky argumentimi yt po ma kujton atë fjalimin e Dimal Bashës te Fidanin DPT kur thot pse Amerika do me na definu neve që shtot pavarësina, do me thonë njerëz, unë ty vullnet për ta bëj një pyetje, çka ndodh me Kosovën nëse çohet në krah të majt Donald Trumpi dhe thot prej sodit se një Kosovën. Isha vazhdimisht duke të bëjë me Becës këtë pyetje në fakt se ku përfundojmë ne nëse nuk kemi Do me thonë nuk du me imagjinu. Do ta jetonim një prej momenteve më historike tjetër të Kosovës. Inshallah nuk e jetojmë kurrë atë moment se e kemi jetuar deri në 99-ën. Pikë së pari nuk du me validu një terminologji të tillë, sepse nuk ja vlen as me komentu komentin ton, po vjen shumë keq. Nëse kosovarët, nëse shqiptarët dojnë me ditë çka i ndodh shqiptarëve dhe kosovarëve pa përkraje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mjafton me i marr librat e historisë, lutem lejmë ta përfundoj. Mjafton me i marr librat e historisë edhe me po kalvarin që kanë kalu shqiptarët, masakrat, spastrimin etnik që ju është bo me shekuj të tërë shqiptarëve në momentet që ne s'kemi pas aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është mesazhi. Ne rrezikohemi nëse nuk sillemi mençur me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është promë tha edhe zotri Hamza. Ky është partneritet. Çdo gjë Një rast tragjik që ka ndodhur për shkak që na kena pas punë të mirë me Amerikën. Unë kom qenë 15 vjeçë në luftë, para 1999-s, gjithçka që ka ndodhur ndaj shqiptarëve ka qenë fati shqiptarëve pa partneritet. Prej 99-s e tutje me partneritet. Para 99-s e me shekuj pa partneritet. Bëjeni konkluzionin vetë. Mirë, sepse jemi drejt fundit nga që Besën duhet ta lirojmë, aty është përmendur dhe Banjska. Madje është kërkuar nga ata që Shtetet Bashkuara të Amerikës të bëjnë një holumtim dhe të merren me këtë çështje, por duke e cilësuar gjithashtu që SBA-t më shumë po përkrajnë serbët se sa shqiptarët. Ishte edhe një kritikë ndaj Amerikës. Jo, nuk mendoj që serbët e përkrajnë më shumë. Po du me thonë që Shtetet Bashkuara të Amerikës e përkojnë më shumë Serbinë se Kosovën. Mirë po, gjatë seancës dëgjimore, natyrisht që ka kritika ndaj
qasës të ndryshme të administratës kalume, kjo është në administratë e re, administrata republikane e ka stilin e vetë të punës, administrata demokrate ka pa stilin e vetë të punës. Por qasja varet edhe prej partnerit me cilin ke punë. Natyrisht, ka shumë rëndësi me kënd bashkëpunan dhe sa është, dhe më thonë, endërsjel, sa është, sa ka... Sa merë prej asaj që jep. Sa ka për te tavolinës, individ, ekipet të cilat janë të besueshme mjaft për të zhvillu punë bashkë. Unë kom pas